si e shfrytëzonin të parët e ummetit kohën? Ka thënë Hasan al-Basri, Allahu më shiroft, أدركت أقواما كان أحدهم أشد حرصا على وقته من أحدكم على الدراهم والدنانير. Ka thënë, kam arritur njerëz që e shfrytëzonin kohën më shumë se sa shfrytëzon ndonjëri prej jush. E kursenin kohën më shumë se sa kurseni ju arin dhe argjentin. Paret e arit dhe paret e argjentit. Dikur ka pas pare serme dhe pare floriju që quheshin dinar. Pra njerëzit i kursenin këto, udhimseshin. Thot unë kam arritur njerëz, thot Hasan al-Basri ka qenë tabiin, e thënë që e kursenin kohën më shumë se sa që kurseni ju arin dhe argjentin. Ju dhimbse koha. Ja dinin vlerën kohës. E shfrytëzonin shumë kohën. Ndaj ata nuk lejojnë që të ikte koha kot. Kujdeseshin që të falin rregullisht namazin me xhamat në xhami, dhe të kapin tekbirin fillestar. Se kështu shfrytëzohet koha. Të mësonin Kur'an, të bënin dhikr, ta mbushin kohën me vepra të mira, të ishin në shërbim familjes, në shërbim të jetës, për përmirësimin e jetës, për siguruar mjetet e jetesës, për fituar rrezikun. Pra, njerëz që merreshin vetëm me vepra të dobishme, me punë të mira, edhe kur shplodheshin. Edhe kur shplodheshin për të rahatuar, gjumi me niyetën që të rahatohem. Ushqimi dhe pija jo thjesht domethënë për kënaqësi, por për të mbajtur veten, me i bëj ibadet Allahut dhe Resulit. Prandaj nuk e teproni me të ngrënë. Hanin për të mbajtur. Ushqeshin shëndetshëm. Si mund shpjegohet që kanë shkruar libra voluminoz? Kjo tregon që kanë shfrytzuar kohën. Kanë bërë udhëtime nga një vend në një vend tjetër për të mbledh hadithet. Kjo tregon që kanë shfrytzuar kohën. Bënin ibadet natën. Bënin shumë dhikr. Kishin mexhlise në të cilat lexonin libra, mësonin nxënësit. E kanë lexuar për shembull Sahih al-Bukhari në 4 mexhlise. Dikush prej tyre ka lexuar Sahih al-Bukhari deri në 100 herë. Ibn Jauzi ka përmendur se në rini ka lexuar 20.000 libra. Pra burra që shfrytëzonin kohën. Ibn Hubayr, Allahu më shëroft, ka thënë: "El-waqtu ashaddu ma unita bi hifdhihi wa ashalu ma yadhi'u alayk." Ka thënë koha është gjëja më e shtrenjtë. Anfasu ma unita bi hifdhihi. Është gjëja më e shtrenjtë që mund ta ruash. Dhe është gjëja që të kalon në kollaj. Gjëja më e shtrenjtë është koha. Ta ruajmë kohën. Dhe gjëja që u kalon njerëzve më shpejt dhe më kollaj është koha. Pse vlerëson kohën? Si a di vlerën kohës? Kalojnë momentet, kalojnë orët, kalojnë ditët, kalojnë javët, kalojnë muajt, po i afron njeriu vdekja, e megjithatë që duhet shfrytzuar koha, nuk e çon në përmet.